studio jemi përsëri nga kuzhina, aty ku marrim her pas here jo vetëm ide, receta, por edhe alternativa se si mund t'i përkthejmë ushqimet edhe në shëndet, në mënyrë të veçantë kur gatuajmë me produktet Neranzi, dhe tani vazhdojmë dhe zhvendosemi në këndin tonë të ftuarve për t'i dhënë më shumë kohë pikërisht bisedave të kësaj natyre. Kam kënaqësi si gjithmonë të kem në studio nutricionistin pranë Institutit Kulinar Neranzi Alkend Çuko. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes Anila, si gjithmonë, shumë kënaqësi dhe faleminderit për ftesën. Kënaqësia jonë të kemi këtu, e di pse, sepse ja për shembull këto që kemi këtu, erzat po që i kemi në kuzhinë dhe i prekim çdo ditë në duar. Javën e kemi nisur me një sallatë me panxhar për shembull. Kështu që i kemi ngrënë që i kemi ngrënë. Të faktën të kuptojmë se çfarë kemi marrë përveç se kemi konsumuar produktet fantastike që na vinë ekskluzivisht nga dyqanet Neranzi. Dhe sot do flasim për një temë sa interesante, aq edhe kurioze në të njëjtën kohë. Është një temë që ne nuk e kemi diskutuar, le të themi, si një temë të veçantë, por e kemi prekur pothuajse në çdo emision që kemi realizuar së bashku, sepse është aq shumë e rëndësishme dhe aq shumë, le të themi, e vyer për shëndetin tonë. Bëhet fjalë pikërisht për shëndetin e zorrës së trashë dhe ne dim shumë mirë tashmë dhe mjekësia e ka pranuar dhe shkencëtarë të ndryshëm që zorra e trashë është gjithë sistemi ynë imunitar. Pra 90% e sistemit tonë imunitar vjen nga zorra e trashë, por jo vetëm ajo, aty prodhohen dhe hormonet dhe zorra e trashë është pikërisht përgjegjëse për emocionet tona. Pra mënyra se si ne konsumojmë apo ushqemi ndikon drejt për drejt dhe në mënyrën se si ne ndihemi, pra se si trupi jon reagon. Sepse në fakt zorra nuk është më thjesht ai tubi që qarkullon ushqimi nga goja, mastikohet, ezofag, stomak, zore hollë, zore trash, por është, le të themi, një organ inteligjent i cili komunikon nëpërmjet zgjatimeve nervore të ndryshme me trurin tonë. Dhe në fakt ekziston një nerv i cili quhet nervi vagus dhe është si një autostradë, le të themi, që komunikon mes zorrës edhe trurit, sepse aty le të themi në atë popullatën e zorrës tonë ndodhen rreth 100 milion qiliza nervore të ndryshme që krijojnë një sistem nervor enterik. Dhe ky sistem nervor enterik mund të punojë në mënyrë të pavarur nga truri jon. Pra, pavarësisht se ne jemi të aftë të mendojmë, të logjikojmë dhe kjo lëvizje e durve që unë jam duke bërë tashmë, është truri im që më thotë lëvizë dorën. Por zorra jon ndonjëherë vepron në mënyrë të pavarur nga truri jon, që do të thotë i çon atij sinjale dhe ndërmjet atyre sinjaleve ne më pas ndihemi të lodhur, të mërzitur, euforik, entuziast, depresioni lehtë, e kështu me radhë të gjitha emocionet e ndryshme. Dhe janë pikërisht ushqimet që ndikojnë, sepse përveç se këtij sistemi enterik nervor, kemi dhe mikroorganizma të ndryshëm. Nëse do flasim për mikrobiotën e zorrës, mikrobiotën intestinale, ne jetojmë rreth 100 trilion mikroorganizma të ndryshme, që nëse i mbledhim së bashku, bëjmë praktikisht 3 kile. Pra ne kemi 3 kile baktere në pjesën e zorrës tonë. Sa mirë bëri që ne sqarove, nuk është gjithmonë kilogrami tepërt edhe dhjamë, tre janë baktere, mos i konsiderojmë në peshore. Po, 3 kilogram janë pothuajse vetëm mikroorganizma të ndryshëm që janë përgjegjës, dhe ato janë si një komunitet i cili, le të themi, është i ndarë nga pjesa tjetër e popullatës dhe dikush nga jashtë duhet të vitet të kujdeset për ata, pra t'i japi ushqim, t'i japi ujë, t'i japi drita, një lloj si një qytet e vogël. Interesante është mënyra dhe se si ti na e shpjegon në fakt. Po, dhe prandaj janë ushqimet pikërisht ato që ndikojnë dhe Neranzi e bën punën më së miri duke sjellë produkte cilësore dhe sa më afër dhe sa më në ndihmë shëndetit tonë. Unë do doja ta nisja me gingerin, sepse kemi përmendur dhe emisionin e kaluar për çështjen e virozave etj, por është interesante të përmendim që një produkt si gingeri dhe shumë produkte të tjera nuk përdoren vetëm për një qëllim. Pra, gingeri patjetër është shumë i mirë për viroza, rinovirusin, parainfluencë, influencë etj, por nga ana tjetër ato 3 komponentët bioaktiv që përmban gingerol, shogaol dhe zingerol kanë një efekt të trefish, pra antioksidant, antiinflamator edhe antimikrobik selektiv, që të thotë në zorën tonë intestinale, sa herë na ka ndodhur që jemi helmuar nga ushqimet të ndryshme, kemi ngrënë një pulë të papjekur mirë, salmonel, kemi ngrënë një konserve e cila ka qenë e prishur, jemi ndjer keq, e kështu me radhë toksinet të ndryshme që kemi marrë. Të treja këto së bashku veprojnë si një antimikrobik selektiv ndaj mikroorganizmave patogjenë si Clostridiumi, që janë zakonisht patogjenët e konservave në produktet shtazore, apo E. coli, që janë ato bakteret patogjene që jetojnë në zorën e trashë, pra kontaminimi fekal që i themi ndryshe. Përveç kësaj, stimulojnë shumë prodhimin dhe mirëmbajtjen e baktereve të mira,
si lactobacillus dhe bifidobacterium. E kemi dëgjuar bifidobacterium në atë tërësirat e kosit, që është shumë i mirë për zorën tonë intestinale. Dhe këto kanë një veçori sepse ndihmojnë në prodhimin e acideve yndyrore me zinxhir të shkurtër të atomeve të karbonit. Pra, SCFA, short chain fatty acids. Dhe çfarë bëjnë këto? Kanë një aftësi shumë të mirë që të rikuperojnë dhe të rindërtojnë atë mukozën e zorës sonë. Sepse zora jonë është një nga ato organet shumë inteligjente që rindërton veten e saj her pas here. Dhe nëse ajo është mjaftueshëm e shëndetshme, atëherë tretja bëhet më mirë, përthithja bëhet më mirë, komunikimi truzor ndodh më mirë dhe prodhimi i hormoneve në pjesën e zorës së trash është më i balancuar duke mos pasur ato disbiozat e ndryshme. Kështu që xhinxheri është një nga ato ushqimet ideale dhe përveç kësaj është dhe perfekt për të bërë në formën e çajit, në formën e kondimentit, në produkte ndryshme ushqimore, etj. Pra është shumë divers dhe versatil. Nga ana tjetër edhe piperi zi, po ashtu si xhinxheri, nuk dua që të bëjmë ripërsëritës për ato që themi. Ka të njëjtën efekt sepse ka dhe piperinë dhe piperina ka efektin antimikrobik selektiv duke minimizuar apo në gjuhë shkencore inhibuar këto mikroorganizma patogjene duke dhënë mundësi mikroorganizmave të shëndetshëm që janë lactobacillet dhe bifidobacterium etj. Të zhvillohen më tepër duke e bërë mikrobiotën tonë intestinale, pra duke e bërë atë qytetën tonë më të shëndetshme për të ndriçuar më tepër. Sepse imagjinojmë atë mikrobiotën intestinale si një qytet që ka drita dhe nëse nuk funksionon si duhet, dritat fiken, por nëse fiken dritat, ato njerëzit nuk shohin mirë dhe ato bakteri nuk funksionojnë si duhet. Pra ne duhet t'i ndriçojmë dhe t'i ndihmojmë dhe t'i udhëheqim se fundja janë në funksionin tonë. Drejt. Menexhiku po prapë është një nga ato erzat që në traditën tonë shqiptare përdoret mjaft shumë dhe kategorizohet në familjen e mentes sepse ka përbërës aktiv mentolin. Dhe mentoli jo vetëm ndihmon sistemin respirator, pra të zhbllokojë ato sinuset të na ndihmojnë në largimin e sekrecioneve, por mentoli është shumë i mirë për shqetësimin e peristaltikës së zorës së trash. Pra, nëse kemi ato disa individ që vuajnë nga sindroma IBS, pra irritated bowel syndrome, zora e trash e irrituar, mentoli dhe nenexhiku është shumë i mirë për ta qetësuar atë duke mos pasur probleme me gazra, duke mos pasur probleme me fryret apo dhe me konstipacionin. Prandaj është një alternativë shumë e mirë e cila mund të përdoret në këto raste. Ndaj dhe rekomendohet në rastin e personave që kanë probleme me diare apo në momente të caktuara të virozave të kësaj natyre. Jo vetëm, janë produkte të cilat kategorizohen, le të themi, për një problematik, për shembull nenexhiku mund të përdoret për IBS-in, por kjo nuk do të thotë që duhet ta përdorim vetëm ata që kanë probleme me IBS. Pra, të gjithë mund ta përdorin, po e drejtë. Por që sigurisht nenexhikun e kemi aty minimalisht në përgatime, kështu që është goxha i njohur. Janë produkte që nëna natyrë nëna i ka falur, ne ranzi na i sjell në paketime komode, komforte sipas standardeve dhe ne na ngelet vetëm ti përdorim. Po, kaq. Çfarë është koriandra? Koriandra në fakt do përmend vetëm një detaj interesant, sepse ndryshe nga erzat e tjera, ka një veçori, sepse ndihmon shumë në rastet kur ne kemi bërë hangover. Pra kemi bërë një party të shfrenuar, i kemi konsumuar, e kemi tepruar pak me alkoolin, kemi mbi ngrënë më shumë se ç'duhet. Koriandra është ai redimenti perfekt për të minimizuar këto simptoma, duke ndihmuar dhe detoksifikimin e mëlçisë, por duke lejuar dhe zorës tonë të funksionojë më mirë, duke ndihmuar atë peristaltikën. Prandaj ka një efekt shumë të fortë në këto raste. Mos të shkojmë direkt në farmaci, por jashtë kemi edhe produkte ushqimore të cilat na ndihmojnë dhe na e lehtësojnë punën tonë. Psylliumi është një nga ato fibrat, sepse nuk të jemi me kohën. Unë humba bashkë me ty këtu, kështu që kemi dhe 5 minutash. Psylliumi është po prapë një nga ato produktet i cili kategorizohet si produkt ushqimor që është një fibër e tretshme dhe fibrat janë shumë të rëndësishme të konsumohen nga ne në përditshmërinë tonë, minimalisht 30 gram, pra nëse bëjmë këtë raportin 100 trilion mikroorganizma, 30 gram fibra në ditë, që do të thotë një fraksion prej 0.001 gram është i nevojshëm për një bakterë të vetëm që të konsumojnë në ditë. Ka dhe një raport, po, ka dhe një raport. Prandaj minimumi 30 gram fibra në ditë është e rekomandueshme që të konsumohet, sepse fibrat kryejnë një rol prebiotiku, që do të thotë ushqejnë bakteritë e mira të zorës së trash. Një lloj si ne që konsumojmë ushqime në përditshmërinë tonë, dhe kemi larmishmëri të ndryshme, bakteriet kanë nevojë vetëm për fibra që të ushqejnë dhe të prodhojnë ato short chain fatty acid, sepse këto më pas
kategorizohen si acid butirik apo si acid propionik, me 3 atome karboni dhe me 4 atome karboni. Dhe jo vetëm kjo, por acidi butirik ose butirati në formën e të kripës që prodhohet nga bakteret e mira të zorës së trash, ndihmon shumë dhe në formimin e hormoneve. Pra serotonina, që është një nga ato hormonet kryesore, është hormoni mirëqenies dhe na ndihmon të ndjehemi të lumtur, vjen pikërisht si rezultat i prodhimit të acidit butirik që bakteret e mira të zorës së trash e prodhojnë atë, duke i dhënë ne mundësinë e shumimit të tyre duke konsumuar ushqime të cilat janë të pasura me fibra. Dhe përveç se prodhimit të hormoneve të ndryshme, acidi butirik është kryesor edhe për minimizimin apo këto simptomat e leaky gut. Pra, individ të ndryshëm që kanë atë sindromën e zorës të rrjedhshme, e cila nuk e mban mirë materialin e saj në brendësi, acidi është potencialisht mundësia e sasive të ulta të acidit butirik. Dhe kjo rrjedh si numri i ulët i bakterjeve të mira. Prandaj konsumimi i ushqimeve të tilla i rrit ato. Në kategorinë e fibrave kemi edhe 2 produkte, inulina edhe inulina me mastikën. Janë të dyja fibra prebiotike, të cilat inulina në këtë paketim vjen nga cikorja, njëkohësisht edhe në këtë paketimin tjetër, por në krahasim nga inulina normale, këtu kemi dhe mastika. Pra, ndihmojnë gjithashtu dhe sistemin gastrointestinal në pjesën e stomakut, për të gjithë ata të cilët kanë probleme me ulçerën, duke mbrojtur dhe stomaku duke krijuar një barierë mbrojtëse. Tani nëse mundemi një përmbledhje të produkteve që na kanë mbetur ose le të përmendim më të rëndësishmet. Kemi dhe specë djegës, duket në forma të ndryshme, janë 3 paketime, specë djegës normal, specë djegës me pastë fasule dhe specë djegës me hudhër. Të treja së bashku, duke pak kontroversale, sepse speci djegës e irriton zorën e trash, por kjo ndodh vetëm se ne mbi konsumojmë atë, nuk konsumojmë dozën e dur. Por nëse ne konsumojmë një spec djegës në sasinë e dur, ai ndihmon në rritjen e diversitetit të mikrobiotës sonë intestinale, duke i dhënë mundësi mikroorganizmave të ndryshme. Dhe një lloj, siç përmendëm për fibra prebiotike dhe për komponime bioaktive, janë dhe kastraveca turshis së bashku me panxharin i cili është në formën e turshive. Dhe produktet konservuara në këtë rast ne mendojmë gjithmonë që nuk janë të shëndetshme, por ja që ka disa përjashtime sepse kastraveci turshi dhe panxhari turshi në këtë format të tillë ka më tepër biodiversitet. Pra, ka më tepër mikroorganizma, ka më tepër komponent të përthithshëm nga metabolizmi jon dhe gjithashtu janë më të shëndetshme për ne. Dhe si produktet e fermentuara turshit dhe e fundit, kimchi, që është një paketim shumë i vogël, por që në fakt ka shumë vlera ushqyese sepse vjen nga fermentimi i lakrës së bardhë, me erëza të ndryshme si xhinxheri, hudhra, piperi etj, duke na furnizuar me laktobacile të ndryshme, që janë ato bakteret e shëndetshme të zorës sonë. Dhe duke pasur një zorë të trashë shëndetshme, ne jemi të lumtur, sepse nëse zora jon nuk ka të mikrobiotën intestinale në shëndetin e duhur, atëherë dhe hormonet nuk do prodhohen, hormonet e lumturisë, do kemi pengim të neurotransmetuesve, do kemi lejimin e kalimit të toksinave të ndryshme dhe ne do ndjehemi më të lodhur, më pak të motivuar dhe gjithashtu të plogës gjatë ditës tonë. Prandaj, zgjidhja është shumë e thjeshtë, mjafton të konsumojmë produkte të shëndetshme që Neranzi ato i ofron në të gjitha pikat e dyqaneve të saj. Të respektojmë në regjimin tonë ushqimor në përditshmërinë. Dhe mos të abuzojmë me sasitë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Faleminderit shumë Alken. Kënaqësi gjithmonë të të kem në Villa 24. Faleminderit për gjitha informacionet që ndanë me ne këtu edhe me ju që po na ndiqni. Tashni është koha e një hapësire publicitare dhe kthehemi me 2 të ftuara në studio.